Lënia jashtë e Jorida Tabakut nga lista e mbyllur e PD-s për zgjedhjet e 11 majit është një vendim që ka shkaktuar shumë reagime dhe ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi strategjinë e Partisë Demokratike dhe pushtetin e Sali Berishës brenda saj. Tabaku, e cila kishte dalë si kandidatja femër më e votuar në primaret e partisë që u mbajtën më 1 mars 2025 me plot 651 vota, ishte një figurë e fuqishme dhe angazhuar në politikën e PD-s, me një profil të qartë dhe të njohur për luftën ndaj korrupsionit dhe për krajjen e reformave. Pavarësisht kësaj, ajo është lënë jashtë listës së sigurt për Tiranën, duke i hapur rrugë emrave të tjerë, disa prej të cilëve mund të duken më të besuar për Berishën, por ndoshta janë më të lidhur me elementët më radikal dhe më të konfrontuar të partisë. Vendimi për të lënë jashtë një deputete të fortë dhe me mbështetje të gjerë si Jorida Tabaku mund të shihet si një përpjekje e Sali Berishës për të konsoliduar më shumë pushtetin e tij brenda PD-s dhe për të larguar konkurrentët e mundshëm që mund të minojnë autoritetin e tij.